Superhëna e nëntorit e dyta nga 3 superhënat e këtij viti do të jetë më e afërta me tokën, duke u afruar brenda një rrezeje prej rreth 357.000 kilometrash, e duke ndriçuar qiellin e natës në të gjithë Evropën dhe më gjerë. Një superhënë verbuese do të ndriçojë qiellin këtë javë ndërsa arrin pikën e saj më të afërt me tokën. Hëna e plotë e nëntorit e dyta nga 3 superhënat e këtij viti do të duket më e madhe dhe më e ndritshme se zakonisht. Nuk nevojiten pajisje të posaçme për ta parë atë dhe ndryshimin në madhësi është i lehtë për t'u parë me sy të lirë. Superhënat ndodhin disa herë në vit për shkak të orbitës eliptike të hënës, me atë të fundit të vitit 2025 që pritet të shihet në dhjetor. Superhëna ndodh kur hëna e plotë është më afër tokës se zakonisht. Kjo ndodh sepse hëna nuk rrotullohet rreth tokës në një rreth të përsosur, por ka më shumë një orbit në formë ovale. Dhe kjo do të thotë se ka raste në orbitën e hënës kur është më afër tokës, çka quhet perigje, dhe kur është më larg, që quhet apogje. Termi superhën përdoret përgjithsisht kur ka një hënë të plotë në kohën kur ajo është 90% ose më afër perigjeu të saj.